Në mjediset e Grand Hotel Europa u mbajt takimi trepalësh për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Erben Kinxhi, kryeson takimin së bashku me shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Kroacisë dhe komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës. Takimi ka në fokus thedhimin e bashkëpunimit ushtarak përmes planeve konkrete. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, përmes një statusi në rrjetin social Facebook, në përmbyllje të këtij takimi, ka reaguar duke shkruar: "Një tjetër hap i rëndësishëm në kuadër të marrëveshjes trilaterale ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ku shefat e shtabeve të tre vendeve zhvilluan një takim të përbashkët, më shumë bashkëpunim ushtarak, më shumë ndërveprueshmëri, më shumë gatishmëri operacionale. Fokus në zhvillimin e stërvitjeve dhe trajnimeve të përbashkëta për përballimin e sfidave të sigurisë dhe kërcënimeve hibride. Viti 2026 do të pres stërvitjen e parë trilaterale në përputhje me konceptin strategjik të NATO-s dhe objektivat euroatlantike", përfundon reagimin e tij ministri Vengu. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia në këtë mënyrë po konkretizojnë në praktik bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, për të cilin u dakordsuan kur ministrat e mbrojtjes nënshkruan në 18 mars në Tiranë deklaratën e përbashkët. Tre ministrat, Piro Vengu, Ejup Maqedonsi dhe Ivan Anušić, vendosën 4 pika bashkëpunimi: promovimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimin për industrinë përkatëse, rritjen e ndërveprueshmërisë nëpërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve hibride dhe rritje e qëndrueshmërisë, si dhe ofrimin mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik. Në tekstin e deklaratës u tha se ky bashkëpunim është për të siguruar pozicionim të mirë për të bërë balë kërcënimeve dhe për të arritur objektivat e mbrojtjes dhe të sigurisë.